besimtarit musliman, pyetja e parë që do t'i bëhet në ditën e gjykimit, sipas disa haditheve, thonjë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka thonë: "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyam as-salah." Gjëja e parë për të cilën do të pyetet robi në ditën e gjykimit është namazi. Kush i ka punë mirë me namazin, krejt punë tjera që vinë pas janë mirë. Kush i ka keq punë me namazin, krejt punë tjera që vinë mrapa janë keq. Andaj vëllezërit edhe motra që po na dëgjojnë, edhe po na shikojnë, do të me pas parasysh. Nuk bën asnjë sen në jetë me qit para namazit. As nanën, as babën, as vllahun, as motrën, as gruan, as burrin, as vajzën, as djalin, as nipin, as mbesën, as kënd nuk bën me qit para namazit. Gjithë mund është me thonë fal pak. Mas vështirë është me thonë fal prindve. Mas vështirë është me thonë prindve fal pak. Po do të me thonë, nana jam e dashur, zemra jam, loçka jam, shpirti jam, më fal me veç për të fali farzin. Edhe si të fal farzin për gjëqë ftesës. Me thirr nana kur je duke fal farzin, a bën urim ndër prej namazit? Jo, nuk bën. Po me thirr nana duke fal sunetin, a bën ndër prej namazit? Po bën. Pse? Se përgjigja e thirrjes së nanës apo të babës është obligative, ndërsa sunetet janë fakultative. Dhe do të merren ditë prioritetet, fillimisht ato që janë obligative, pastaj këto që janë fakultative. Mirë po, ka thirr namazi farz i sabatit drejt se kidiza kështu të pojacis. Edhe gjatë namazit thirr nana apo baba, kujt do të merren përparësi? Namazit. Se është farz. Farz është. E kry namazit me njëri përgjigjes, nuk e bën dhikrin aty me njëherë, i përgjigjes thirrjes së nanës apo të babës. Që do të thotë, e gjitha bën me lën pak anash. Gjitha. Po namazin nuk bën me lën. Monesh me vanu pak, monesh me shty, nëse jeni për institucione private apo institucione publike, jeni për vende ku nuk mund të dakordohesh, mund të pajtohesh për termin të namazit, për ata nuk ta lën kohën kur thirret ezani. Atëherë çka e gjeni kohë kur është koha e pushimit mes ditës, apo të pas ditës, apo ku e diun kur është pushimi, edhe aty belet paktën minimumi çka fal, e fal farzën e drekës, farzën e kindis, takshomit të yatsis apo të sabahut. E kështu pra besimtari do të me pas parasysh se nuk ka punë që e kënaq Zotin shumë sikur që e kënaq namazin kohën e vet. Por ata një sahabi, një shok i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam shkoi i tha: "O i dërguari i Allahut, cila është puna më e dashur tek Zoti?" Cila është puna më e dashur tek Zoti? E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka tha? El-imanu billah wa rasuli. Imani, besimin në Zotin edhe të dërguarin e tij. Kjo është puna më e dashur. Pastaj tha thumma ay. Pastaj cila është puna më e dashur tek Zoti, mas besimit në Zotin edhe pejgamberin? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha as-salatu ala miqatiha. Namazi në kohën e tij të duhur. Jo kur do të dhonë, nëse po i caktojmë kohën e namazit. A mundem për shembull si tash, ndoshta ditën kemi qenë në zonë të angazhuar, tash hajtë të falëm drekën, ose të falëm sabah se s'kena mujt më shumë mëngjes. A ka arsye që logjikisht? Jo, s'ka. Allah të ka thirrë në kohë caktuar. Ti po i përgjigje ftesave të njerëzve të rëndësishëm. Ti me thirrni njëri rëndësishëm, një figurë publike, apo një figurë politike, ti po i përgjigjesh, apo shkon me kodë, por ako bile po përgatitesh, po vishesh mirë, e me setër, e me kravatë, po parfumosësh, këtë po i bën, pse ka mu taku me kryetarin e komunës, ka mu taku me ministrin e kulturës, apo me ministrin e financës, apo me kryeministin, apo kushemat. Ti me krijosin do të më dhon përparësi takimit. E Allahu kur ka thonë, është maspiri me falë, ka thonë, inna salate kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Vërtet namazi për besimtarët është i caktuar në kohë të veçantë. Pra vërtet namazi është bërë obligim besimtarëve në kohë të caktuar, në kohë të veçantë. E kohët kush ne i ka treguar? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush e ka treguar kohën kur me fal sabah apo drekën apo këto tjerat? Ja ka treguar Xhibrili, ka thonë Muhammed, koha e sabat është prej këtu deri këtu, koha e drekës prej këtu deri këtu. Ka kallëzuar fillimin Xhibrili Muhammed sallallahu alajhi wasallam, edhe ka kallëzuar fundin e kohës ku më fal. E pas namazit, pastaj do të vinë pyetje tjera,
që nëse nuk kindon një ndërhyrje, i vazhdoj, nëse kindon një ndërhyrje, pra, pyetja, dërsa jemi tek namazi, pra, bëhet fjalë që do të pyetemi për namazin në kohën e tij apo në përgjithësi për namazin, dhe do të pyetemi për farzet dhe sunetet, apo si do të jetë kjo pyetje? Sa i përket namazit, do të pyetemi për namazet farza e kemi falë në kohën e tij. Namazin farz e kemi falë në kohën e tij apo në kohën e vet. Dhe koha e namazit është prej fillimit deri në fund. Për shembull, thirrjet e ezanit në Kosovë në orën 13. I kënë dia po ezan në orën 16. Çto në mes prej 13 dhe 16 është koha e namazit, po flas për kohën e Kosovës. Po flas gjithnjë për kohën e Kosovës. Dhe këto domethënë prej 13-16 çto është kjo hapësira e namazit drejt. E kur mas miri që tash me fal. A më mirë ka 13 që ka 16 që ka 13. Edhe më mirë është kur thirret ezan. Edhe më mirë është në xhami. E besimtari, inteligjent, gjithmonë çka interesohet në kohën e vet, edhe interesohet në vendin ku e don shumë Allah që janë xhamit. Sidomos për burra, vendi më i mirë është xhamia me fal namazin, ndërsa për gra edhe fëmijë të vegjël, vendi më i mirë është shtëpia me fal namazin. E për këto do të pyetemi, për sunetet, nuk do të pyetemi. Nuk do të pyetemi me thonë pse se ke fal sunetin e drekës. Ato se kemi sunetet që i paraprin farzet, ato 4, e kemi edhe sunetet që përcjellin drekën, e kemi 2, ose edhe 4, edhe 4 mirë është me fal mas drekën. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë kush i fal 4 pas drekës, domethënë 4 recate sunet, nuk e djeg si jam i xhenem. Që i fal në vazhdimsi rregullisht. Pas më në shkatra i fal 2. Po si ke fal, atë pyet Zoti më, pse se ke fal e ki modernuar, ki më djeg jo. Por nëse ke lënë farzet dikun, edhe është e mundshme se edhe ju jeni tri, tash na kemi kalu pa këtë moshën e juaj, po ka mundsi njëri nga ne habitet, jam mas loje, jam mas sporti, jam mas telefonit, tash koha e fundit, mas televizorit e kujdi, edhe ka mundsi njëri ka harru, ose ka neglizhu, s'ka qenë i vetëdijshëm që është të lënë një punë të madhe. Çka bëhet me ta? Allah i thot, me laçeve këshën një farzët e tij ai ka fal krejt. I thonë o Zoti ka fal, po krejt ju po mungojnë. Çka i thot Allah me laçeve? Shikoni, këqëni, a ka fal namazë vullnetare, sunete. Edhe i thonë o Zot, po ka shumë. Thot merrni këto sunetet, edhe shndrojnë janë farze. Edhe ja shndrojnë, dikur thonë o Zot plotso, edhe shpëton. Por unë Zot, mungojnë farzet. Sunete nuk ka. Allah thot me laçeve, shikoni, a ka namazë sunete, me laçeve një s'ka. Për një namaz është shumë problem serios. Një namaz është shumë problem serios. E kam diskutuar në të kaluarën. Dietar kanë me bu me vdek njeriu, masi ka i koha e drekës, ose koha e ikindis, ose koha akşamit. E ka pas mundsinë me fal, po e ka neglizhuar. Ka thonë e fali mas një orë, mas gjysmë ore. Çka do të bëhet me ta? Për një namaz që ka shty. Do të thonë, është çështje shumë e ndjeshme. Është çështje shumë, do të thonë, e madhe, dhe besimtari nuk bën ta zvogëlon. Ajo është e madhe e nuk bën me zvogëlu, do të thonë, është diçka gjigante puna e namazit dhe nuk bën me minimizuar. Po do të më dhon hakun, që ka dhënë Allahu Teala, edhe që ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.